Dhe është dita e tretë e greves pas një sinjal, fatkeqësisht, edhe pse kemi bë kërkesa të vazhdueshme, jo vetëm me këtë adresim këtu para televizionit publik, kemi bë adresime të tjera përmes emailit dhe kontakteve tjera, kanaleve tjera zyrtare. Deri sot nuk kemi një sinjal për zgjidhjen e çështjes TRTK-s. Është e çuditshme për mua dhe për gjithë kolegët në televizion, se qysh mundet qeveria e Kosovës me gjetë zgjidhje, me nda mjete për zgjedhje, nuk kemi ne që mos gjendet zgjidhje edhe për KQZ-n edhe për institucione tjera me rëndësi. Po kur mundet me u gjetë një zgjidhje për KQZ-n edhe për institucione tjera, pse mos me u gjetë një zgjidhje për RTK-n? Aq më keq kur RTK-ja ka buxhetin e ndarë. Mjafton atje një nismë e ministrit Murati për me u aloku mjetet për RTK-n. Nuk po di dhe nuk po munde me cilësu pse po bëhet kjo se qysh, por po na duket shumë e çuditshme. E kemi thënë edhe në paraqitjet tona ma herët edhe tash, situata është mjaft e rëndume. Nuk e di ku ka më shku ma shumë ma e rëndë. Do me thonë kur ndoshta 50% i mësë merrnim me shifra i punëtorëve nuk kanë me mujt me dalë edhe në punë mi kry punë të tyne, sepse nuk kanë paga, nuk jënë tu pagu për punë që po i bojnë. Për jashto këto obligimet e tmerrshme që janë, shtrejtimet e mëdha, edhe njëherë për i bëjt thirrje qeverisë dhe kryeministrit Kurti, mundeni me gjetë zgjidhje. Mos na detyroni me marrë masat e cilat ndoshta nuk do të na pëlqejnë as neve, as askujt. Ne jemi transmetues publik, jemi gazetar, jemi punonjës të televizionit publik, jemi njerëz profesional, punonjës profesional, nuk jemi politik, e kemi thënë në të gjitha qëndrimet tona para medjave, kjo nuk është politike. Kemi dalë me kërku një drejt tonë themelore. Nuk po kërkojmë me bo politik. Ne jemi për me raportu, nuk jemi për mu bo palë. Andaj si sindikate punëtorëve, edhe njëherë për bëjt thirrje publike, merrni masa sa s'është bo vonë. Jo vetëm për paga, por dhe t'i garantohet transmetuesit publik një vazhdimsi. Jo të kërcënohemi kështu, fillimisht u kërcënuam me paga në gusht, pastaj ja ku erdhëm në çfarë situatë erdhëm. E kjo është si pasojë mungesës ligjit të ri, mungesës e vullnetit të Kuvendit Kosovës, andaj bëjmë thirrje dhe të gjitha partive politike, të cilat sigurisht që do të jenë në legjislaturën e re, që ta kthejnë vëmendjen ka transmetuesi publik. Ta miratojnë ligjin e ri. Është mediumi i vetëm publik në rajon që ka buxhetin më të ultin. Heni sheni mediumet tjera publike në rajon. Sa e kanë buxhetin? Aq më keq kur RTK-s është hequr 2.2 milion para 5 vjetëve. Ne operojmë edhe me 2.2 milion ma pak se sa që kemi pas. Në ligjin aktual thuhet që 0.7 e buxhetit nacional reflektohet edhe të buxheti RTK-s. Asnjëherë s'ka ndodhur. Ne si sindikat kemi kërkuar dhe përmes avokatit popullit para një viti që këtë çështje ta dërgojnë në gjykatë kushtetuese, sepse është cënimi drejt për drejt i punës së mediumit publik. Dhe mos harroni, ne në televizion publik janë të përfshira dhe minoritetet, të cilat i kemi edhe obligim me kushtetutë që t'i kemi në RTK. Andaj, unë bëj thirrje sërish kryeministrit Kurti që ta gjej zgjidhjen sepse ka zgjidhje ligjore. Vetëm se ne gjatë ditëve shumë shpejt do dalim me qëndrime të prera, mos mbulohet fushata elektorale. Jo pse ne po kemi dëshirë ta bëjmë kështu, po sepse po na shtyn situata është emergjente. Emergjencat po na shtyn me dalë këtu. Vend si dalim të punojmë, të zhvillohemi, të flasim për emisione të reja, për zhvillim të mediumit publik, na dalim me kërku pagën e cila na takon me kontratë. Kjo është e papranueshme, është cënim i drejt për drejt i drejtave të njerëzit. Kjo është cënim mosmarrja e pagës e cila garantohet me ligj, nuk mund të quhet ndryshe përveç se cënimi i drejtave të njerëzit. Unë të paktën nuk di qysh me
formulu ma ndryshe. Andaj, sot, më së largu nesër, do të dalim me qëndrimet e tjera të cilat na shtyn në bazë të situatës me undërmarr. Varësisht prej situatës që po rëndohet, edhe ne duhet me shku në koordinim me situatën. Nuk, edhe herë po them, nuk kemi dëshirë me ndërmarrë veprime të cilat nuk na pëlqejnë asnjë rëspal, por jemi të shtyrë t'i marrim këto vendime. Andaj, përmes juve, duke ju falenderu shumë për solidaritet dhe për çdo aksion tonin që po e mbuloni, ju bëjmë thirrje edhe një herë të gjithëve që të ndërmarrin masa. Tash nuk kemi kuvend. Me herët e kishim kuvendin, nuk e kishim të themeluar Komisionin për Buxhet dhe Transfere dhe thirrjen e bënim për të gjithë. Ndërka tash s'kemi kuvend, është shpërbo që edhe e dini, thirrjen ja drejtojmë Kryeministrit Kurti që ta bëj zgjidhjen. Mundet ka zgjidhje ligjore. Mundet, jenë gjendë para për KQZ-n, siç e thash më herët, jenë gjendë para për institucionet të tjera, le të gjenden para dhe për forma dhe për RTK. RTK ka buxhetin e miratuar të veten, vetëm le të gjendet forma për alokim. Dhe të mendohet që është më shumë rëndësi, jo vetëm për këta 3 muaj, të mendohet edhe në vazhdimsi garantimi funksionimit të transmetuesit të vetëm publik në Kosovë. Andaj, ju bëjmë thirrje edhe një herë, që të ndërmarrin masa urgjente, kam thënë dje, po e tham edhe sot, sepse situata është emergjente. Andaj nuk kemi shumë kohë dhe luks të mendojmë se çfarë mund të bëhet, si mund të bëhet, zgjidhjet janë dhënë, ka ekspert ligjor që janë të gatshëm, që kemi kontaktuar ne që mund ta ndihmojnë qeverinë nëse veç ka me dyshje se cilat janë format, ne mundemi si sindikat me siguru, një njohës ligjor i cili mund t'ju jap zgjidhje ose modele për dalë nga kjo krizë.